Në ndërkohë, nëse laseri është një term që po e ndëgjojmë jo vetëm në oftalmologji. Laseri është trendi apo inovacioni i mjekësisë. Por do doja të ndalesha të rëndësia laserit në oftalmologji. Janë disa lloje të laserit, po çfarë roli ka laseri edhe në punën e oftalmologut, edhe në shëndetin e syve të pacientit. Gjithsesi, domethënë, gjithmonë kur flasim për laser, gjithmonë mendohet ajo, hajde të shkojmë me laser të heqëm syzat. Po laseri ka lloje të ndryshme të laserit, po edhe në përdorim të ndryshme ose në smundje të ndryshme. Na mund fillojmë për shembull laserin, mund të fillojmë është ai laseri më i lehtë, është laseri për largimin për shembull ta personat që kanë probleme me qerpik. Po kthimi qerpiku mbrapsht. Ne shumë si triaz ose domethënë edhe kemi pengesa të mëdha. Ajo pjesë mund trajtohet realisht. Është pjesa do të bëhet djegja e rrojës së qerpikut, edhe pastaj ai pacient më nuk kemi rritjen e qerpikut që kthehet mbrapsht. Çdo më është pjesa më e lehtë ose pjesa